Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Astrid Seni, komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Seni deklaroi se me këtë vendim po ndërtohen kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë. U miratua vendimi për zbatimin e sistemit One Stop Shop edhe në Republikën e Shqipërisë. Qartë thanë, një hap i rëndësishëm drejt fleksimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, kufi më të hapur, procedura më të shpejta dhe mundësi për qytetarët tanë. Hap pas hapi, po ndërtojmë kufin që na bashkojnë e nuk na ndajnë, qytetarët në plan të parë. Shqipëria ishte vendi i fundit të rajonit me cilin qeveria në Shkup nuk kishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni i qeverisë Vlen deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të dy vendeve. Vlen tha se ky është edhe sinjale se po thellohen marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni i qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujtojnë qeverisë se kalimi i kufirit One Stop Shop me Shqipërinë nuk ishte as premtimi i Vlenit dhe as arritje e tyre, por si shtan, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në korrik të vitit 2023. Alianca për shqiptarët tha se Vlen nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Alianca për shqiptarët. Fondacioni Bullgar Maqedonia paralajmëroi se të dielën do të bllokojë 3 pikat kufitare midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Bllokimi, siç njoftoi fondacioni, është i koordinuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme bullgare dhe do të zgjasë 2 orë, nga ora 11 deri në orën 13. Qëllimi i bllokadës, siç thekson fondacioni, është i tregojë kryeministrit Histria Mickovski se nuk mund të vazhdojë me persekutimin e bullgarëve në vend, me sulme dhe, siç thon ata, me vendimet e sajuara gjyqësore kundër tyre. Reagimi vjen pas digjes së 2 automjeteve diplomatike në ambasadën bullgare në Shkup, një akt që u vlerësua si formë terrorizmi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përfundon procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Çomo, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit. Sipas tij, Shqipëria po futet në shinat e dhura të demokracisë funksionale. Sfida jone e përbashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Çomo. Gjykata e posaçme konfirmoi masën e arrestit me burg për Florian Mysajn, të vetmin të arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysaj doli këtë të mërkur përpara tokave të zeza dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishte pjesë e listës për 10 personave ndaj të cilëve ka marrë siguri arrest me burg. Betë Musaj përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë, përfshirë Eldi Dizdarin, Dritan Gjikën dhe Shpëtim Aliun, ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjik dhe Holland. Nga hetimet e kryera është krijuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 ton kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.